Ashtu sikur se ishte paralajmëruar, Partia Demokratike organizoi protestën e 7 kombëtare në sheshin para kryeministrisë. Nga podiumi vendosur para zyrës së tij, kryedemokrati Sali Berisha i hodhi dorashkën e sfidës kryeministrit Edi Rama. I them Edi Ramës, nëse nuk ta mban, të vish në sallën e gjyqit dhe merr manovra siç morën rast në Lubiz dhe vetes tane, të sfidoj edhe në një formë mëshire. Zgjidh studion televizive, zgjidh pufadorët e tu dhe hajde në debat, t'ju faktojnë shqiptarve me fakte, dokumenta, se çfarë hajduti i pago për je. Për kreun e ekzekutivit kishte një kërkesë direkte. Edi Rama, koha jote e zezë për shqiptarët ka marrë fund, jep dorëheqjen. Kryedemokrati zbuloi edhe formulën për rrëzimin e qeverisë, teksa parashtroi një dilemë për qytetarët. Sot ka vetëm një formulë për të rrëzuar Edi Ramën. Për çdo shqiptar duhet të jetë e qartë se kjo formulë është kërngritja paqësore e qëndrueshme gjerë në qeveri teknike dhe zgjedhje të lira. Se cili prej nesh duhet të bëj zgjidhjen e tij. Do zgjedhim kapitullimin apo kryengritjen paqësore dhe triumfin. Menjëherë pas fjalës së Berishës, ashtu sikur se zakonisht, protestuesit nisin gjuajtjen e kryeministrisë me molotov dhe fishek zjarre.